Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, jemi në këndin e të ftuarit, natyrisht do të zhvillojmë bisedë për aktualitetin politik, po jo vetëm do të ndalemi tek institucionet e drejtësisë, është fundi i vitit, bëhen bilancet e 2025-ës, po natyrisht do të mundohemi të cekim edhe pritshmëritë e 2026-ës, zhvillimet brenda opozitës, urojt na mjaftoj koha. Më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, Almer Toska, gazetar, Timoni Pikal, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Toska, duhet ta nis menjëherë me 2025-ën, dosjet e bujshme, performanca e institucioneve të drejtësisë dhe pritshmëritë për 2026, ndërkohë që pak orë na ndaj nga zgjedhja e kreut të ri të SPAK, një vend vakant në gjykatën kushtetuese, dje u zgjodh me vota unanime, asnjë kundër, Joni Kreta sa i takon BKH-s. Si është mendimi juaj në lidhje me institucionet e drejtësisë? Shikom, që kur është bërë reforma në drejtësi, të gjithë projektorët e medias dhe opinionit publik janë drejtuar nga institucionet e reja dhe reformës për drejtësi, për të parë se sa objektive, sa efektive dhe sa efikase do ishin lidhur me pritshmëritë që kanë qytetarët. Reforma në drejtësi ka qenë një reformë e domosdoshme për reformimin total të institucioneve të drejtësisë në Shqipëri, që për 35 vite nuk kanë dhënë drejtësi, por kanë dhënë drejtësi të paguar në shumicën e rasteve. Dhe qytetarët, nëse i drejton mikrofonin dhe i pyet në vox popet e rrugës, mund të marrë shqendrime nga më të ndryshme se çfarë kanë hasur dhe çfarë torturash kanë pasur nëpërmjet gjykatave, prokurorisë edhe të gjitha institucioneve drejtësisë së vjetër. Vettingu po ashtu ishte një nga gjërat më të mira, por unë mendoj që nuk u zhvillua sipas parametrave dhe pritshmërive që kishin qytetarët, apo nuk u respektua të gjitha kriteret për të gjithë njësoj. Vettingu mendoj që ka ndikuar negativisht në pjesën më të madhe për zgjedhjes së gjykatësve dhe prokurorëve të rinj. E them këtë sepse kemi raste ku janë përjashtuar nga reforma në drejtësi profesionistë të vërtet dhe me integritet të lartë moral si Anton Martini e shumë të tjerë, të cilët duhet ishin pjesë e kanë ndihmuar dhe në institucione ndërkombëtare. Po patjetër, unë mendoj që ato do ta fitojnë se janë kthyer disa në punë, por fakti që vettingu i përjashtoi këta individ me integritet dhe pa të drejtë tregon që vettingu ishte një lloj përzgjedhje për ata të cilët i duheshin politikës dhe jo ata të cilët i duheshin drejtësisë. Për faktin që ti ke marrë Alfred Ballën, për shembull, një nga prokurorët e Elbasanit, i cili në vrasjen e 2021-shit gjatë zgjedhjeve, ku pati përplasje e famshme që ishte Gazmend Bardhi aty, dhe në të gjithë evidencat dhe faktet që mblodhi, deklaroi që nuk ka materiale zgjedhore të Partisë Socialiste për automjete dhe në pas rezultoi sipas ekspertizës që kishte. Dhe ky njeri i cili gënjeu trash, u bë pjesë e SPAK-ut, tregon që kaloi te vettingun, tregoi që politika ndikoi në përzgjedhjen e individëve të tillë. Por po mos zgjatemi më shumë në këtë çështje sepse qytetarët pak a shumë janë të informuar. Unë ti themi gjë që SPAK-u ka performuar mirë në çështjet, sa është thelbi, SPAK-u është kryesori. SPAK-u ka performuar mirë në goditjen e krimit organizuar, ka performuar mirë në luftën kundër krimit organizuar në pjesën më të madhe ku është ndihmuar dhe është mbështetur nga DEA. Në një pjesë kur është trajtuar nga policia e shtetit, SPAK-u ka çeduar në të gjitha aksionet e veta. Këtu tregoj rastin Metamorfoza, por rastin e operacionit Ura, shumë operacioneve të tjera të cilat SPAK-u ishte iniciatori. Shqetësim që e ka ngritur vetë kreu i SPAK. Patjetër, Altin Dumani ka thënë që neve jemi trajtuar nga policia. Pra lidhur me krimin organizuar, SPAK ka pas performim të mirë dhe ka treguar që di ta luftoj krimin organizuar, sepse unë mendoj që një nga çështjet që ngren të dërguarit e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, përveç goditjes korrupsionit, krimi organizuar ka qenë epiqendra e të gjithë deklaratave të tyre. Në këtë pikë SPAK-u ka qenë okay, pra ka bërë një punë të mirë. A ka dhënë konkretizime dhe rezultate për arrestime, kjo nuk është në dorë SPAK-ut përgjithsisht. Unë jam njeri që jam kritik me SPAK-un në lëvizjet me çështje ndryshme politike. Për shembull, për mua SPAK-u dhe Altin Dumani ka gabuar në dosjen e Sky ECC. Koha do ta tregoj këtë gjë, si gazetar i cili e kam parë këtë dosje dhe jam informuar lidhur me këtë dosje, aty janë marrë përgjime masive, të cilët në shumë vende të botës janë rrëzuar, si Zvicër,
së fundmi në Bosnjë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqi, të gjitha gjykatat i kanë rrëzuar të gjitha përgjimet e SKCC me pretendimin se janë përgjime pa autorizim dhe përgjime masive, ndërkohë që në Shqipëri SPAK mbi këtë dosje e quajnë si trofe, që nuk është punë e vet, por është punë e institucioneve ligjzbatuese franceze, të cilat ja sollën SPAK-ut dhe u punuan mbi to dhe u arrit në një farë mënyre të zbardheshin shumë çështje që ishin enigmë. Por kjo nuk është punë e mirëfillt e SPAK. SPAK mbi këtë dosje ka ngritur, i ka marrë këto përgjime masive dhe i ka thënë shqiptarëve që shiko, unë kam po arritur të zbuloj struktura kriminale apo grupe kriminale të cilat kanë ushtruar aktivitet palishëm kriminal në Shqipëri për vrasje të ndryshme, ndërkohë që nuk ka asnjë fakt. Pra SPAK-u nuk i mori këto indicie, përgjime, që në bazë të këtyre të gjurmonte dhe të vërtetonte të sillte prova të reja, por këto përgjime i mori si fakt, që nuk lejohet që përgjimet masive të merren si argument në gjyq. Dhe unë mendoj që shumë çështje mbi këtë dorëzohen. Unë besoj që kjo çështje dorëzohet edhe në gjykatën e Strasburgut, sepse po i rrezon shumë gjykata ndërkombëtare. A duhet që SPAK-u ta çonte më tej? Po, unë do isha shumë dakord që SPAK-u mbi SKCC-n të merrte vendime të drejta dhe të gjente prova ekstra në mënyrë që të gërshetimi i provave të sillte edhe arrestimin e shumë individëve ose të faktoheshin provë, të faktoheshin krimet. Për këtë për mua ka dështuar, ndërkohë që për mua SPAK ka dështuar të rasti Berisha dhe rasti Meta. Janë të dy arrestime politike, të cilat mbajnë aromën e kundërmimit që vjen nga puseta dhe Guzhina e ndërtuar nga Yuri Kim, e cila kërkonte që të pastronte politikën shqiptare dhe të lindte Benjaminët e George Soros në Shqipëri. Siç është rasti, i donte të mante në sken Erion Veliajin dhe Lulzim Bashën, duke goditur këta dy emra të rëndësishëm, pra dy peshkaqenët e politikës nga e djatha, pra Sali Berishën dhe Ilir Metën. Po pra dy elefantët e politikës, pra dy njerëz më të rëndësishëm. Dhe këto të dy arrestimet ishin palishëm. Për shembull, rastin e Metës, unë kam thënë do ta them her pas here sepse e njoh si dosje. Ilir Meta nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe qëndron në burg padrejtisht. Ndaj Ilir Metës nuk ka asnjë provë i cili ka kryer lobim të palishëm apo ka përfitim të palishëm. Por thjesht Yuri Kim e përdori Altin Dumanin me mënyrë më të pandershme të mundshme për ta shitur si fitore të SPAK-ut dhe fitore të reformës drejtësisë së Bashkuara të Amerikës për administratën e kaluar. Ndërkohë rasti Berishës më flagrant. Unë kam një kritika lidhur me Berishën si kryetar opozite. Por për rastin Berisha kanë gabuar, sepse një vendim kolegjal i Këshillit Ministrave është marrë si argument dhe fakt nga SPAK, është thënë që ky ka kryer vepër penale, që nuk në të gjitha gjykimet kushtetuese apo ligjore, vendimet kolegjale asnjëherë nuk merren për referencë ligjore si argument dhe fakt në çështjen gjyq. Pra, ato janë vendime kolegjale. Nuk ka vepër penale te rasti Berishës, as te rasti Dhëndrit ti. Rasti Dhëndri Berishës vjen nga një familje shumë e pasur tiranse nga nëna dhe nga baba. Ka marrë vetëm 5% të pronave ka marrë dhe nuk i ka marrë shumicën e rasteve. Pra, pse SPAK këtu gaboj? Gaboj sepse kërkonte që t'i jepte perceptimit publik apo urisë publikut, t'i jepte mish për top, t'i jepte gjak për të thënë që ne po bëjmë punë, ne po punojmë, ne jemi duke arrestuar të paprekshmit, nuk ka më të paprekshëm. Zotri, unë jam... Ndërkohë të paprekshëm ka? Shko, unë mendoj që aktualisht me drejtësinë e re, me këtë standard drejtësie, në qoftë se gjurmon faktin, ti ke bërë drejtësi. Në qoftë se ti gjurmon një narrativ politike për të goditur një kundërshtar sepse ta thon ashtu, ti ke bërë pa drejtësi. Pra SPAK me Ilir Metën dhe Sali Berishën ka bërë pa drejtësi. Unë jam dakord që të hetohen sepse kanë qenë zyrtarë të lartë. Nëse gjejnë fakte, le të përballen me drejtësinë këta individ. Por nëse ndaj tyre nuk ka fakte dhe ti mban burg, është pa drejtësi. Pra SPAK në këto dy çështje ka dështuar. Dhe nëse ti edhe pasi iku Yuri Kim, ka një gjë, unë po flas për periudhë, por po marr në vjet përgjithshme. Jeni në rend kronologjik. Po, nëse do rikthehemi pastaj, unë mendoj që Yuri Kim ka ndikuar shumë keq në mënyrën se si SPAK ka administruar shumë çështje. Pra Yuri Kim ka dashur që shërbimin e vet në administratën e shkuar ta shes si sukses. Por nuk ja doli, sepse punoi fort shkatronte opozitën, te i kaloi të gjitha kompetencat e ambasadorit në Shqipëri dhe ndikoi keq edhe në mënyrën e menaxhimit të SPAK. Unë nga SPAK pres të më thotë si janë çështjet që po flen aty. Çfarë do ndodh me Belinda Ballukun? Kur SPAK do ta dërgoj urdhër arrestin në parlament për heqjen e imunitetit, kërkesën për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Kur SPAK do të kërkoj arrestimin e Arbre Maznikut. Kur do kërkoj emrave që përfitin nga opozita, që janë përfshirë në korrupsion.
si Flamur Noka dhe shumë emra të tjerë. Kur SPAK do të çojë urdhër arrestin për Frida Krifcën, që është e vërtetuar për shpërdorimin e detyrës. Kanë kaluar disa ultimatume të Olafit, nëse keni për fondet e Bashkimit Patjetër, pra, për këtë bëhet fjalë. Frida Krifca i ka dhënë një oligarku, i ka dhënë 80 milion euro që kanë ndërtuar vila në Tiranë dhe në Palas. Janë abuzuar dhe kanë përfituar kompani të ndryshme përmjet fondeve të bujqësisë, janë ndërtuar komplekse villash dhe komplekse apartamentesh. Po këtu kush e pengon? Këtu po flas, se pengon policia për këtë krimin intelektual. Unë për këtë po flas që SPAK-u për mua në një pjesë të madhe të çështjeve ka çeduar ose nuk ka marrë kohën e mjaftueshme për të ecur me shumë dosje. Pra nëse ne SPAK-un do ta përgëzojmë, hajde ta përgëzojmë për krimin organizuar. Por në dosje të rëndësishme politike, korrupsioni, SPAK-u ka çeduar në dosjen e inceneratorëve, që sot shqiptarët janë duke paguar para. SPAK inceneratorët që nuk ekzistojnë as në Elbasan as në Tiranë. Pra SPAK ka çeduar në dosje shumë të rëndësishme siç mund të jetë pastrimi i parave, siç mund të jetë lidhjet e politikës me krimin, që duhet kur është Taulan Balla në dosjen e Sky ECC, ku përflitet emri i tij. Dhe këtu nuk kemi asnjë zhvillim. Kemi një sër komponentësh nga qeveria që duhet ishin para drejtësisë, që nuk janë aty. Kemi dosje të tjera famkeqe 339. Shiko, këto janë dosje që janë për mua e kanë humbur atë rëndësinë ligjore. Pra, ato janë nxjerrë SPAK-u se morin kompetencë duhet i merrte. Po shiko, unë mendoj që pjesa më e madhe e dosjeve flen aty. Ka një sër kallëzimesh të bërë nga Adriana Kalaja për një sër zyrtarash lart të shtetit. Ka për drejtorët e Belinda Ballukut, për drejtorët e Erion Veliajit. Ke dosje aty që të bërë nga Gazmet Bardhi. Pra ke shumë çështje që SPAK pritet. Krimi elektoral pastaj. Krimi elektoral është një dosje me vesh një histori më vete, ku SPAK-u dështoi në mënyrë spektakolare. Pra, struktura e posaçme e përzgjedhjes 11 majit ishte një strukturë që nuk rezultoi efikase në asnjë rast. Pra, nuk kapi në flagrancë asnjë moment të shitblerjes votës apo të intimidimit qytetarëve, ndërkohë që është e faktuar që krimi organizuar u përfshi, është e faktuar që me rastin e deputetës Elbasanit, deputetës Durrësit, që nga 2.000 vota shkoi 20.000 vota, deputetës në Fier, krimi i bandave të përfshira me Belinda Balluku në Fier. Pra këto janë të faktuara. Tan Lepri, një nga eksponentët i cili bëri koordinimin e bandave në Fier midis Belinda Balluku dhe krimit organizuar që të merreshin ato 12 mandate. Pra janë të gjitha aty. Ne si media i dim, sepse her pas here Altin Dumani ka thënë që ne lexojmë mediat dhe bën shumë mirë që dëgjon mediat si referencë për shumë çështje të caktuara. Pra ne kemi publikuar pafund dosje të cilat kërkojnë hetim. Thuman Kashar kërkon hetim. Si është e mundur që një aks rrugor 21 kilometra jep në koncesion me shumë fillestare 220 milion euro dhe për 35 vite shqiptarët do të pagojnë 1.3 miliardë euro. E kërkuar nga Bashkimi Ulaj. Pse SPAK në këtë rast nuk po heton? Aeroporti Vlorës është histori komplet korruptive, ku Belinda Balluku kërkon t'ia marrë Bexhet Pacollit, e faktuar dhe e thënë nga ai. Pra, neve kemi Thuman Kashar e përmenda, ke pastaj rastin e rrugës Qukësia-Floç, që është një dosje shumë e rëndësishme, që hidhen aty gati 300 milion euro dhe rruga nuk plotëson asnjë kriter, asnjë standard minimal të një aksi rrugor normal, që mund të udhëtohet lirshëm dhe pa frikën e rrezikimit të jetës, është vazhduar katastrofë. Shiko, unë mendoj çmimin fillestar me çmimin e tanishëm. Shiko, edhe rruga Arbrit ka nevojë për hetim, po indicjet për të çuar në atë çështje janë më të vështira. Por ne kemi më flagrante, nëse ne bëjmë këto vindve të rruga Arbrit, sepse i njëjti është Gjoka është aty. Ne kemi rrugën për shembull Korçë-Ersek, që është shembur disa muaj pas inaugurimit dhe kemi dosjet publikuara nga SPAK përgjime ku Erioni Saj i kërkon mbikëqyrjes kompanisë që cila mbikëqyrte punimet që të shpejtonte dokumentacionin dhe të arrinte të vendosë shifrat që ai referonte ai. Pra dhe kjo është një dosje korruptive që po flen mbi SPAK. Fati këtyre dosjeve Toska me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK në gjykimin tuaj. Unë pres që... Dhe a ka emra, ka preferenca dhe cili do t'jetë roli ndërkombëtarëve? Ambasada Amerikane ka një preferencë. Këtë na e tregoi në një postim që bëri disa javë më parë në faqen e vet zyrtare. I treguari i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri i administratës së re, i cili ka zëvendësuar Escobarin për qytetarët, bëhet fjalë për zotin Fleming, i cili ka qenë në një takim një muaj më parë, ka takuar disa zyrtarë të lartë dhe drejtues dhe prokurorë të SPAK-ut, ndërmjet tyre
ka takuar edhe sipas me kreunarit SPAK. Pse e them këtë gjë? Në të gjitha postimet që ka bërë, Ambasada Amerikane ka treguar dhe mund ta shoqëroj regjia me foto. Ai ka takuar Altin Dumanin, është përshëndetur dhe nuk i ka dhënë rëndësinë e duhur, pra ka pas një takim dorazi, ka takuar prokuror të çështjeve të krimit organizuar, por nuk nga të gjithë kandidatët të cilët përfliten që janë në garë për kreun e SPAK, ka takuar vetëm një individ. Ai është e cila është e postuar, bëhet fjalë për Klodian Brahon. Pra, amerikanët e kanë dhënë një mesazh. Klodian Braho me foton që kanë postuar në të gjitha, pra janë 4 kandidatë që kandidojnë për kreun e SPAK. Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Ervin Gokaj dhe Klodiani. Pra, Klodian Braho është fotoja e postuar e ambasadës amerikane. Dhe unë nga kjo foto, nga ky postim kuptoj që Klodian Braho do të jetë është njeriu i besuar amerikanëve, është një mesazh që është dhënë politikës dhe anëtarëve të KLP-s që do ta zgjedhin nesër. Pra, unë besoj që ata kanë marrë mesazhin që do të zgjedhin. Edhe kur u zgjodh Joni Keta, që mori 11 vota pro, ka qenë ka qenë një ndikim i amerikanëve të cilët ishin në sallë dhe anglezët ishin aty. Shiko, amerikanët dhe anglezët investohen më shumë jo për çështje politike në Shqipëri, por më shumë investohen për çështje krimit organizuar, çështje trafiku drogës dhe për çështjet e terrorizmit. Pra, organizatave kriminale, parave që futen për mbështetjen e terrorizmit. Për këtë ata janë të interesuar dhe financojnë reformën drejtësi në Shqipëri, më shumë se çështjet politike. Dhe fakti që ata suportuan Joni Ketën, unë mendoj që edhe në ditën e nesërme ata kanë bërë zgjedhjen e tyre. Për amerikanët, kreu i SPAK duhet të jetë Klodian Braho. Për politikën shqiptare dhe për një pjesë të mirë të oligarkëve që janë me dosje aty, të cilët do ketë arrestime të bujshme edhe ndaj tyre, pra do ketë arrestime të nivelit lart të oligarkëve, biznesmenëve më të rëndësishëm në Shqipëri që të vinë mendje tani, që kanë ndërtuar vila në Bregdet, kanë ndërtuar resorte me vila këtu, kanë qendra tregtare, oligarkë që kanë ndërtuar rrugë. Pra të gjithë këta do vinë shumë shpejt përpara drejtësisë. Pra unë them me bindje që disa ditë më parë një oligark i rëndësishëm ka qenë oligarku më i rëndësishëm në Shqipëri, ka qenë dhe është pyetur rreth 4 orë në SPAK për lidhje për shumë afera korruptive. Ne duhet themi që ju e keni bërë një orë për publikun. Po patjetër, pra unë ka një gjë, është edhe vetë SPAK ka zbuluar një dosjes Monika Kryemadhit, e cila investonte përmjet Zamir Manes dhe një pronari tjetër mediash, investonin se si lobonin që të kalonin ligjin për kompanitë celulare në atë kohë kompanisë Plus, që ishte aksioner Zamir Mane, dhe kërkonin ndryshonin tarifat në dobit Zamir Manes, dhe Zamir Mane në këmbimi kishte dhënë një vilë. Dhe kjo është e faktuar në SPAK. Pra, unë mendoj që fati i Zamir Manes është fati i errët dhe i hidhur, lidhur me të ardhmen e tij për sa kohë ai do jetë në Shqipëri. Pra, unë mendoj që arrestimi i tij do jetë çështje kohe, sepse SPAK ka shumë indicie dhe prova të forta që është i përfshirë në afera korruptive bashkë me shumë politikanë shqiptar. Pra, në këtë linjë, unë mendoj që amerikanët me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK do investohen më fort për çështjet e rëndësishme në Shqipëri. Toska, Berisha sa i takon kreut të ri të SPAK, tha nuk kam ndonjë preferencë, mjafton të mos jetë i lidhur me krimin, por në kampin tjetër që ndodh. Keni informacion? Unë mendoj që Edi Rama gjithkohon, shiko, Berisha nuk është i shqetësuar për fatin e kreut të ri të SPAK. Për sa kohë nuk është në qeverisje, për sa kohë nuk ka kryer korrupsion gjatë këtyre viteve. Sepse korrupsioni i kryer nga kjo qeverisje aktualisht, pra nga qeverisja Rama në mandat 4, mbulon vjedhjet që mund të jenë bërë në të gjithë historinë e 113 vjeçare të shtetit shqiptar. Pra, sa kanë vjedhur këta, është vjedhur në të gjithë historinë e shtetit shqiptar, që nga krijimi i tij në 1912. Dhe kemi një mazhorant super të korruptuar, dhe ata duhet janë të parat që shqetësohen. Për mua Edi Rama po lobon për zgjedhjen e Adnan Xholit. Grupet kriminale, grupet e lobimit të interesit oligarkë interesohen për emrin e tij. Çfarë interesi kanë ata e din ata, por amerikanët nuk janë me këtë mendim. Pra ata duan dhe Edi Rama përgjithsisht do njëri i cili nuk prek atë, se nuk është pyetur Edi Rama se arrestohet apo jo Belinda Balluku. Se arrestimi Belinda Balluku është çështje kohe. Jepet apo sipër vendimi gjykatë kushtetuese e rrezon është i pakthyeshëm mbrapa fati i Belinda Balluku. Do arrestohet ajo, nuk shpëton dot, sepse provat dhe dosjet janë aty që po hetohen nga SPAK. Pra me Thuman Kashar apo me dosjen e Korçë Ersek, ne kemi të faktuar që Belinda Balluku përflitet dhe flet si shpërndante para, se si
orientonte ku të shkonin parat në dosjen e Korç Ersek dhe nuk shpëton dot. Pra flej aty, po unë pres SPAK-u që të jetë më aktiv. Jo se SPAK do ta shtyjë këtë çështje. Dhe ju Toska mendoni që Këshilli i Lartë i Drejtësisë do hanojë nga preferencat Unë nuk mund ta them dot këtë gjë. Unë mendoj që deri tani kemi parë që asnjë nuk del mbi vullnetin amerikanëve. Në rast se Edi Rama kërkon të rivalizojë vullnetin amerikanëve, do jetë një kosto mbi të. Por unë ditë them që Adnan Xholi është njeriu i cili do t'i kënaqte të gjithë në Shqipëri, ata të cilët kanë futur duart në zullum dhe në vjedhje. Por nuk do të thotë që edhe po u zgjodh Adnan Xholi, SPAK nuk do ketë ecuri pozitive në këtë dosje të rëndësishme. SPAK do ta bëjë detyrën e vet deri në fund. Dhe unë mendoj që kushdo që do vi në krye të SPAK do jetë më agresiv se Altin Dumani. Pra, arrestimet do jenë deri nga kupola e Partisë Demokratike, emrat më kyç, edhe deri te kupola e Partisë Socialiste përfshi edhe Edi Ramën në një ditë caktuar, po jo sot. Pra nuk do ketë ministër apo vartës kur të mos jetë më kryeminist. Po patjetër, pra Edi Rama nuk shpëton dot. Prandaj Edi Rama, domethënë, përdor çdo lloj mekanizmi ligjor, antiligjor për të mbajtur sa më gjatë qeverisjen në këtë vend. Duke përçar opozitën, duke bler opozitën, duke kërcënuar SPAK-un, gjyqtarët, duke intimiduar çdo kënd që i rrezikon karrieren. Ai ka thënë që unë përveç Zaos i dorëzoj të gjithë të tjerët i lëshoj. Dhe këtë e ka treguar vetaj që nga dy njerëzit e tij më të besuar, Ilir Beqen dhe Arben Ahmetaj, Belinda Balluku, Erion Veliaj, Lefter Koka, e shumë emra të tjerë që kanë qenë bashkëpunëtor me të afërt apo jo shumë të afërt, sot janë burg. Dhe ne e dim shumë mirë që Edi Rama jep gjithëve aksesin për të qeverisur dhe me bekimin e tij vjedhin, por në fund fare ai nuk merr përgjegjësia mbetet mbi ata njerëz që firmosin. Dhe Edi Rama nuk i dhimbset askush përveç fatit të tij politik. Askush nuk i dhimbset. Edhe Belinda Ballukun do ta lëshoj. Mund ta shkarkoj edhe në javën e vijim. Mundet do t'i heqë edhe mandatin. Si gjykatës kushtetuese apo s'ka ndikim? Shiko, unë mendoj ka një gjë. Gjykata kushtetuese është një ngërç shumë i rëndësishëm që Edi Rama ndihet i prekur. Shiko, aktualisht gjykata kushtetuese ndodhet pas një dileme shumë të fortë që Edi Rama po investohet aty. Nëse gjykata kushtetuese lë në fuqi vendimin e SPAK që pezullon Belinda Ballukun, ky kthehet një precedent shumë të fortë që nesër SPAK, nëse gjen një argument dhe provë që ka kryer vepër penale Edi Rama, ata pezullojnë dhe kryeministrin e Shqipërisë. Pra, në këtë rast shkon në ngërç qeverisja dhe Edi Rama prandaj quhen puç kushtetues, sepse për dosje me Goni Gal ata gjen një provë që Edi Rama është i përfshirë dhe thonë ti je i pezulluar nga detyra, e largojnë. Dhe automatikisht mazhoranca do të zgjidhë një kryeministër tjetër, pastaj ndizet interesi për qeverisjen, mund nisin revolta, mund nisin shpërthime dhe largimi i Edi Ramës shpërbën gjithë komplet kupolën. Pra largohen faktorët politik dhe ekonomik dhe në atë kohë bie mazhoranca. Prandaj Edi Rama mendoi që ka interes që gjykata kushtetuese ta rrëzojë pezullimin e SPAK ndaj Belinda Ballukut dhe SPAK të ndjekë rrugën tjetër që të çojnë në parlament kërkesën për heqjen e imunitetit që ta marrit Pandeu, që ta arrestojë, se Pandeu është. Dhe kjo është interesi që ka Edi Rama, sepse nëse gjykata kushtetuese vendos nesër pezullimin, lënien fuqi të pezullimit Belinda Ballukut, nuk është e largë dita që dhe Edi Rama me të njëjtën mënyrë se Belinda Ballukut largohet nga qeverisja. Kjo është ajo që shqetëson Edi Ramën, i cili është shprehur disa herë, ka pas disa herë dalje publike pro Belinda Ballukut, e ka mbështetur që kjo nuk është drejtësia që presim, kjo nuk mund lejojmë puçe kushtetues, duhet djegur të gjithë rrugat ligjore. Pra, ka pas disa mesazhe që i ka çuar publikisht, por edhe në mënyrë private, në formë presioni të gjithë anëtarëve të gjykatës kushtetuese lidhur me vendimin që do t'japi nesër për dosjen Balluku. Ajo që mund të them është që sot gjykata kushtetuese po tregon një lloj rezistence, disa gjyqtarë që janë me integritet aty, po tregon një lloj rezistence për të qenë të drejtë lidhur me gjykimin që duhet t'japin. Dhe me 12 besojmë se do të shprehet. Patjetër që do shprehet, por unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet shprehet në të mirë të asaj çka intereson opinionit publik dhe interesit publik. Nuk duhet të ketë intimidime të çfarëdo llojshme që mund t'i vinë. Dhe këto mund të jenë intimidime. Na kanë mbetur shumë pak minuta, desha ta cekim pak edhe zhvillimet brenda opozitare, si i gjykoni ju, s'është rasti për t'i përmendur tani. Shiko, opozita shqiptare ka dy momente. Momenti i parë është që të gjithë e pranojnë brenda kampit Partisë Demokratike që Partia Demokratike ndodhet në një situatë vështirë. Edhe ky është fakt.
Fakti i dytë është që të gjithë e pranojnë, por nuk e thonë, një pjesë e thonë, që Partia Demokratike me Sali Berishën kryetar, partia nuk vjen dot në pushtet. Po edhe ky është fakt sepse ai është në grada. Të gjithë mundohen dhe vinë vërdall për të zgjidhur situatën, por askush nuk thotë vërtetën. Askush nuk shkon te e vërteta. Të gjithë përpiqen të japin ide, por askush nuk jep iden gjeniale, gjën e dur, të thotë, zotri, nëse neve nuk arrim të vendosim një marrëdhënie politike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo forcë politike nuk vjen në qeverisi. Dhe të gjithë kërkojnë që të rinovohet, reformohet Partia Demokratike. Të gjithë hedhin ide, të gjithë e pranojnë që duhet hapur. Por ndërkohë nuk lëshojnë rrugë. Ndërkohë nuk i japin hapësirë mendimeve ndryshe. Nuk i japin hapësirë ides që partia të jetë më e hapur, që partia të rinovohet totalisht. Ai takim që bëri Ervin Saliani në Durrës tha disa të vërteta të mëdha. Që Partia Demokratike, e vërteta më e madhe kryesore është që Partia Demokratike është një minier ari për emrat edhe individet që ka brenda, por thjesht nuk gërmohet të nxirrat ata në sipërfaqe. Ne pam një djalë ish kryetari i Forumit Rinor, i cili mbajti një fjalim të shkëlqyer, që nuk është investuar ky djalë në të jetë një person me karrierë politike. Neve morëm një mesazh tjetër nga takimi i Ervin Salianit atje, që nëse Partia Demokratike do të vijë në pushtet, i ka të gjithë elementet dur për të ardhur. Thjesht pengesa është e qëllimshme që Partia Demokratike mos vijë në pushtet. Unë mendoj që ka interesa politike, ka interesa ekonomik, ka interesa të çfarëdo lloji që duan që Partia Demokratike të jetë në opozit. Pse e duan këtë gjë? Sepse e kanë më kollaj të bëjnë para. Pra, Partia Demokratike është e ngjizur me pushtetin. Pra, individ, element, emrat Partisë Demokratike bëjnë para duke qenë opozit. Pra, bashkëqeverisin me Edi Ramën. Janë pa aq korruptuar sa Edi Rama. Janë pa aq bashkëfajtor sa Edi Rama. Sepse unë mund të them që deri dje Edi Rama, deri në momentin që opozita nuk bëhet alternativë, mund të thosha që Edi Rama është fajtori kryesor. Jo, tashmë është dhe opozita, sepse nuk bëhet alternativë. Dhe opozita është njëkohësisht fajtore si Edi Rama. Është përgjithësi që duhet ja thot vetvetes. Tani ata si e shikon lëvizjen e Salianit? Për mua është një lëvizje dur, është një lëvizje që i duhet Partisë Demokratike. Shiko, takimet që bën Saliani në fakt duhet i bëj Sali Berisha. Takimet që bën Saliani duhet i bëj çdo kush që punon në Partinë Demokratike. Duhet i kishin bërë në fakt ka. Shiko, çdo drejtues qarku dhe çdo drejtues politik i Partisë Demokratike në radhë parë duhet t'japë llogari për rezultatin që ka marrë. Duhet të nis nga vetja dhe duhet të shohë veten pasqyrë dhe duhet të bëj një hap prapa për ato raste kur ata nuk e kanë bërë siç duhet detyrën. Ka qarqe të caktuara që drejtues qarqesh nuk e kanë bërë detyrën dhe nuk duhet të jenë më drejtues qarqesh. Nuk mund nisësh të analizën ku të njëjtit njerëz ka qenë kandidat për deputet. Të njëjtit njerëz se kanë parë disa foto që janë shpërndarë, të njëjtit njerëz bënin fushatën, të njëjtit njerëz kanë drejtuar. Analiza fillon dhe mbaron Toskandjes me krimi elektoral. Shiko, ky është një lloj pretendimi që ngre Partia Demokratike. Unë këtë e pranoj që ka pas ndikim të bandave, krimit, blerjes votës. Por unë mendoj që fajtori është Partia Demokratike. Më shumë se kaq, Partia Demokratike i ka shitur zgjedhjet. Këtë gjë pranoi Sali Berisha. Tani Sali Berisha tha që neve dim dhe do japin llogari ata të cilët në Durrës apo në qytet caktuara, e tha para parlamentit para disa ditësh, që kanë shitur zgjedhjet, kanë punuar për Partinë Socialiste. Unë di një fakt që e kam parë dhe e ka provuar me mesazhe. Belind Kolliçi është një nga njerëzit që ka punuar për Partinë Socialiste, me angazhimin dhe mos angazhimin e tij. Flamur Noka është një nga njerëzit që nuk është përfshirë fare në fushat. Pra, këta janë individ të cilët afër Berishës nuk kanë punuar Partinë Demokratike. Tu është problemi. Keni fjalën për mesazhet që kanë qarkulluar. Ato që kanë, unë di dhe detajet e tjera për Belind Kolliçin, i cili ka punuar historikisht për Belinda Ballukun dhe sponsorizohet nga Belinda Balluku. Vllai i tij ka punuar në Belinda Ballukun. Pra si mund vishtin pushtet kur ti je njëkohësisht hajdut, njëkohësisht bashkëfajtor, njëkohësisht i përlyer si qeverisja. Ti nuk je i besueshëm, nuk ke alternativë. Eliona i konsiderohet. Ajo është tjetër gjë, unë di fakte më të rëndësishme se aq. Eliona, pse nuk ngjiten partitë e reja në këtë vend? Sepse të gjitha janë të kapura, të orkestruara, të gjithë partitë e reja. Adriatik Lapa, një supermashtrus, i sponsorizuar drejt për drejt nga Edi Rama. Shive aty në shesh. Ka dalë që do nxjerrë qytetarë. Shkëndia, aty ai ka djalin e Tezës, gocën e Tezës, djalin e Hallës, një parti familjare. Të gjithë partitë e reja janë të kapura nga Edi Rama. Të gjithë janë sponsorizuara. Nuk është rastësi që del Adriatiku në
del Adriatiku në protest, do dalë Arlind Qorri nesër, do dalë Agron Shehi pas 2 ditësh, pra këta të gjithë plotësojnë suazën e partive të kapura që i shërben vetëm qeverisjes. Si do ja bëjnë të në orën 18 Toska? Si do ta ndajnë bulevardin fjalë? Ta ndajnë si të duan, të gjithë i shërbejnë vetëm qeverisjes, asnjë nuk i shërben shqiptarëve nga partitë e opozitës. Tani shkojnë partitë e reja dhe zihen për një mandat deputeti, shprehen dhe me megalomani të madhe, me fjalë të mëdha, se shqiptarët kanë një shprehje që jo etike, pra shesin gaz, pra do them, më fal për shprehje, me porrë të mëdha, dhe thonë që ne do marrim 71 mandate, marrin një mandat, dhe pra të mandat zihen dhe turbullojnë gjithë Shqipërinë, dhe të jenë të besueshëm për shqiptarët, po s'mund të jenë këta, asnjë nga këto partitë e reja. Kur Agron Sheha është në biznes me Merion Veliajin i kapur. Arlind Qorri është më pak indikuar nga pushteti, edhe më pak i kontaminuar nga llumi dhe zullumi i kësaj qeverisje. Edhe ai është sepse duket nga hapësira mediatike. Të gjithë u hapen ekranet, vetëm Arlindit nuk i hapet ekranet. Pse? Sepse gjithë të tjerët janë qenë kontrolluar pra. Këta lehin atë që do Edi Rama dhe qeverisja. Këta nuk lehin për oligarkët, partitë e reja pra. Nuk lehin për të korruptuarit e vërtet. Këta thjesht bëjnë për tërhequr vëmendjen. I duan Edi Ramës sot. Shiko, Edi Rama është në një moment të vështirë politik sot. Nuk ka marrëdhënie me amerikanët. E ka zero. Belinda Balluku është de jure, po de facto non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka njerëz pafund në burg. Sa mbledh Sali Berisha në shesh, Edi Rama i ka në burg. Dhe në një moment kaq të rëndësishëm, opozita nuk bëhet alternativë dhe nuk nxjerr qytetarët në shesh, po është faj kësaj, pra faj opozitës. Prandaj opozita duhet ta shoh veten mirë pas tyre. Edhe një gjysmë pyetje, lutem, se dhe kjo nuk është më me pak rëndësi, po qytetarin ku e sheh këtu? Qytetari për mua është i vendosur në një moment të vështirë. Shiko, ne shqiptarët nuk shquhemi që kemi marrë rrisje të forta politike në asnjë moment caktuar. Neve shteti na e dhuruan të tjerët. Pavarësinë na e dhuruan të tjerët. Neve komunizmin na e sollën të tjerët. Po dhe demokracinë na e sollën të tjerët. Po të shikoj, me që ishte 8 dhjetori para disa ditësh, unë kam parë rrëzimin e busit e Enver Hoxhës. Mere shikoj me vëmendje pamjet, janë shifër aq e vogël sa mund nxjerrë Sali Berisha sot shesh. 10.000 veta ishin aty. Pra, 10.000 veta dolën në shesh. Por kjo a do thotë që shqiptarët nuk e duan protestën dhe nuk reagojnë, jo reagojnë, por shqiptarët nuk kanë parë alternativë të cilët i besojnë. Shqiptarët janë popull i zgjuar, janë inteligjent. Unë jam përfshirë në protesta lokale në zonën time, për çështje të caktuara që kanë prekur interesin publik. Dhe kanë parë irritim dhe përfshirje në protesta, dalin. Po kur ti je i vërtet dhe i besueshëm, jo të dalësh ti shesësh kauzën qytetarëve, dalësh bësh pazar. Të dalësh aty dhe të punosh si enturazh i Fondacionit Soros. Të punosh aty për interesat fondacionit dhe të ruash qeverisin e Edi Ramës, të bësh sikur bën opozit. Çfarë bën Lulzim Basha? Bënte sikur bënte opozit. Çfarë bëjnë ta? Bëjnë sikur bëjnë opozit dhe bëjnë para. Pse do të ndjekin Partitë Demokratike këta njerëz? Pra, shqiptarët unë mendoj që të ndjekin dhe ka brez të ri të jashtëzakonshëm. Por këtë besojnë. Adriatik Lapa i mashtrus, Endri Shabani avokati i popullit, Agron Shehaj më keq se këta, Sali Berisha dhe këta, pjesa e Partisë Demokratike, këta në pazar gjithë me Edi Ramën. Këtë besojnë ata. Butallënj janë shqiptarët, nuk janë butallënj. Shqiptarët janë njerëz inteligjent, çfarë bëjnë? Marrin çantën krah dhe ikin. Këtu kush ka ngel pensionistat dhe administrata. Këta njerëz janë komod, pse duhet protestojnë këta? Dhe këta janë të mërzitur nga çmimet. Nuk më beso se kemi njerëz administrat dhe njerëzit tanë. Unë kam një devizë dhe e them në çdo studio, po do ta them. Ata të cilët votojnë majtas janë qytetarë të ndershëm, përgjithsisht, janë taksa pagues të rregullt, duan shtet të rregullt, të majtët, po edhe të djathtët po ashtu. Por ata të cilët gjykojnë që të majtët nuk ndryshojnë votë, por kujt ja besojnë votën e tyre? Pra, ata të cilët votojnë majtas dhe kanë ulur kokën nga halli, se unë i takoj për ditë, marr mesazhe. Janë të drobitur, janë të lodhur. Janë të pafuqishëm për ta ngritur zërin e tyre kur nuk kanë ku të shkojnë. Sepse po të bëhet alternativë Partia Demokratike, e gjithë administrata voton djathtas. Sepse ata po i nxjinin jetën. E gjithë administrata firmos vjedhin ministrat. E gjithë administrata shkon në burg, vjedhin ministrat dhe një grush njerëzish. Cenoklosi, Blendian Dalipi, Klevis Jahaj, këta i kanë bërë parat, nuk e kanë punojësit e thjesht të shtetit. Toska, kemi ardhur në fund. Nuk mund të ezauronim të gjitha brenda një bisede. Falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit për ftesën. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrin që na ndoqët.